Videokolumn me titullin "Pse ti besojmë një gjykate që ka sjellje fashizoide ndaj gjithçka shqiptare? Çfarë borxhi i kemi këtyre njerëzve të papërgjegjshëm që quhen gjykatës, ndërkohë që sillen larg parimeve bazike, fundamentale të profesionit dhe sidomos institucionit që e përfaqësojnë? Në fakt, ata me sjelljet e tyre ka kohë që mbrojnë kryesisht interesin e një etnie, respektivisht janë të prirur që shqiptarët t'i shohin gjithmonë si fajtor kujdestar, rrjedhimisht të vendosin në të shumtën e rasteve në dëm të tyre. Me çfarë të drejte kjo gjykatuc hedh poshtë vendimin e Këshillit Komunal të Komunës së Tetovës për emërimin e rrugëve në Tetovë dhe asnjëherë nuk u mor me Cardushanin në mes të Shkupit dhe shumë Cardushanave të tjerë antishqiptarë. Pse kësaj gjykate i pengojnë emrat e iluministëve dhe patriotëve shqiptarë që janë model për bashkëjetesë dhe përhapje dijesh dhe asnjëherë kurrë nuk u mor me ata të indoktrinuar nga politika maqedonase që në mes të Shkupit mbjellin e nxisin urrëtitjen ndëretnike me anë të brohoritjeve të vazhdueshme, dhoma gazi për shqiptarët, vetëm shqiptari i vdekur është shqiptar i mirë. Pse asnjëherë objekt i kësaj gjykate nuk ishin ofendimet institucionale në librat shkollor apo enciklopedi, ku shqiptarët fyjen, ofendohen e nënçmohen, dhe shumë pse të tjera të cilat haptas në mënyrë institucionale i ofendonin shqiptarët, ndërkohë që kjo gjykat hamami merrej me emrat e iluministëve dhe patriotëve shqiptarë. Natyrisht se vendimet e gjykatës në fjalë nuk janë as pak të pandikuara nga politika shtetërore ku bëjnë pjesë edhe përfaqësuesit politik shqiptar. Pikërisht me propozimin dhe pëlqimin e partive shqiptare janë zgjedhur gjithnjë edhe gjykatësit shqiptar në gjykatën kushtetuese. Me pak fjalë, politika shqiptare e mban fajin më të madh për këtë që po ndodh sepse është pasojë e sjelljes indiferente, të kompleksuar dhe defetisto-disfatiste. Pra, në gjykat ku luftohet gjithçka shqiptare me aminin e politikës maqedonase, rrin ulur edhe gjykatës shqiptar sa për të dhënë relevancë e peshë vendimeve të cilat miratohen. Ndërkohë gjykatësit shqiptar vazhdimisht aktrojnë me demek se nuk pajtohen. Nëse vërtet nuk pajtohen me ato vendime skandaloze të denja vetëm për në Afrikën e Jugut që njihet për segregacion dhe apartheid, parashtrohet pyetja. A thua pse rrin gjykatësit shqiptar aty? Pse njëherë ama vetëm njëherë në shenjë rebelimi apo solidariteti nuk ofruan dorëheqje apo të paktën nuk u kanosën me një akt të tillë? Tmerr për Zotin tmerr. Çfarë tallesh dhe lojrash me dinjitetin ton kombëtar? Nga njëherë të duket e pabesueshme se gjykatësi i cili betohet për profesionalizëm dhe parime mund të veprojë dhe jetë aq skandaloz sa ti shërbej politikës e caktuar kuptohet antishqiptare. E kuptoj politikën maqedonase, e cila gjithnjë ndërtohet mbi antishqiptarizmin, madje edhe në mënyrë institucionale, por se kam kuptuar kurrë dhe vazhdoj të mos e kuptoj politikën shqiptare. Pse në raste të tilla nuk proteston, ose nuk parashtrojnë ultimatum për braktisjen e institucioneve shtetërore. Të mos arsyetohen me fraza boshe e qesharake të tipit, nuk bëhet kështu politik. Domethënë sipas kësaj logjike të politikanëve shqiptar, bëhet politik duke bërë pazare në dëm të shqiptarëve. Dhe lloj-lloj budallalliqesh të tipit nuk po pajtojnë ndërkombëtarët, nuk po na lejojnë ndërkombëtarët. E tmerrshme kjo logjik dhe sidomos pa potencë e faktorit politik shqiptar në vendimarrje tani 35 vite në pushtet. Tmerr e poshtrim. Nuk meritojnë shqiptarët këtë përfaqësim politik, kaq të ulët. Domethënë këta me zor na shtyjnë drejt fenomenit zvërnec, drejt albinizmit të skenës politike edhe në Maqedoni e hapave të tjerë për të realizuar një të drejtë elementare, fundamentale, kombëtare. Të gjitha këto dështime të politikës shqiptare, më shumë se 3 dekada me radhë, sikur imponojnë një këndjellje dhe kthjellje kolektive të komunitetit shqiptar këtu në Maqedoni. Politika shqiptare bashkë me atë maqedonase, dekada me radhë lejoj vrasjen e shqiptarëve të pafajshëm, qoftë gjatë qeverive të LSDM-s, qoftë gjatë qeverive të VMRO-s, ku gjithmonë pjesë e qeverisë ishin edhe shqiptarët politik, kuptohet.
Po pra, vrasja e shqiptarëve filloi me LSDM-n në Bitpazar të Shkupit në fillim të viteve 90-ta, por vazhdoi edhe pas vitit 2001 me VMRO-n, kur shqiptarët tamam koç shpresuan se ishin çliruar nga masat institucionale represivo-vrasatare, nga këto klishe, stereotipe dhe shablon anti-shqiptar institucional. Politika shqiptare në përgjithësi në Maqedoninë e Veriut duhet të jetë unike, të paktën për sa i përket interesit kombëtar e publik të shqiptarëve të këtueshëm, në të kundërtën edhe këta bashkë me maqedonasit do të jenë bashkëpërgjegjës për këto veprime skandaloze anti-shqiptare. Këta milioner të politikës shqiptare që i kanë bërë fëmijët e familjarët e tyre me vila luksoze e makinat të shtrenjta milionëshe gjithandej në trojet shqiptare dhe në Maqedoninë e Veriut, duhet të kenë parasysh se sot disa proceseve janë të gatshëm t'i prinë gjenerata Z, e shumë shpejt edhe ajo alfa. Hapeni pak vizionin, mos e mbajeni atë vetëm 1 metër para hunde. Ndryshimeve në Kosovë e Shqipëri po i prim pikërisht kjo gjenerat, ky brez i ri. Nëse ju për X arsye materiale lejoni të anashkalohet gjua shqipe, emërtimi i rrugëve, dinjiteti kombëtar i shqiptarëve, lojrat politike në dëm të shqiptarëve, gjenerata Z dhe ajo që po vjen alfa nuk do të lejojnë diçka të tillë. Jam i sigurt të jeni edhe ju të bindur se nëse ju lejoni përkuljen dhe në nështrimin, ju betojmë se ky brez që po vjen nuk do të lejoj një gjë të tillë. Ju dhash Zoti forcë mendore dhe sens që ta kuptoni këtë. Amin.